Filloj me mbledhjen. Mendoj se jeni njoft me rendin e ditës. Ju lutem, Arbër. Filloj me mbledhjen e radhës. Të flas, ta hap si mbledhje. Filloj me rendin e ditës. Në rend të ditës, përveç çfarë keni të shkruar ju, është edhe dërheqja e antarit këshillit zotit Diogjen Kolici tek të ndryshme. Është shumë mirë. Atëherë, a jeni dakord me rendin e ditës? Kush është dakord? Kush është dakord? Kush është kundër? Fillojmë me rendin e ditës. Urdhra. Ndizata. Po, pak para se me fillu me rendin e ditës. A ju lutem. Kam bë kërkesë 2 herë për drejtorin e bordit kullimit të qarkut lesh, kërkesën e parë kam bë me datë 20/11 të depozituar në bashki me numër protokolli 552 dhe nuk është marrë parasysh nga nga administrata për me sjellë drejtorin. Atëherë, duke qenë se nga përmbytja e parë nuk u mor parasysh, kam bërë kërkesën tjetër për 2 drejtorët edhe të ish bordit kullimit, që sot quhet drejtuesin e drejtorisë ujitjes dhe kullimit lesh, kam bërë kërkesë përsëritur për DNI dhe kryeministrit të Shqipërisë dhe prap nuk e keni vënë ujtin zjarr. Kam bërë dhe kërkesë për drejtorin e agjencia e kullimit dhe vaditjes Bashkia Kurbin dhe nuk po e shoh në sallë asnjërin as tjetrin. Tashti, a i bëjmë këto kërkesa kot apo si është puna? Arbër. A i në DNI, a i kem djerë kësi? Kjo me datë 20/11 është bërë kërkesa, para është bërë dyta me datë 10 i pari 2026. Po, faleminderit o zoti Stojani, kërkesa juaj është marrë parasysh dhe përfaqësuesi i bordit kullimit mbledhjen e kaluar që nuk e di ju bashkë me disa të tjerë bojkotuar ka qenë prezent. Edhe pse ne nuk e morëm interpelancë përfaqësuesin e bordit kullimit. Lutem, tani sot kërkesa jote do të vihet në DNI edhe Këshilli Bashkiak dhe ne mbledhjen e ardhshme do ta rikonfirmojmë, domethënë kërkesën për të paraqitur për interpelancë bordi kullimit. Faleminderit. Atëherë, sikur sot na u soll ndërheqja e Diogjenit tek të tjerat, përse nuk na u tregua ditë me që pëthuti se ishte drejtori i bordit kullimit, se është prezent. Nuk u hap fare mbledhja për arsye mos pjesëmarrje. Nuk u hap fare mbledhja as votum rendite, as asigjoti, këtu ishe. Po të premte. Po jo të premte, o kryetare. Nuk e besoj se i referohet ditës premte, sekretari Këshillit. Për cilën datë, Arbër? I referohet mbledhjes së buxhetit që u bojkotua nga zoti Stojani dhe disa këshilltarë. Përse nuk ishte tek të tjera, sigur na u soll sot ndërheqja e Diogjenit, edhe ne do kishim net mbledhje. Gjithsesi, uroj që ta merrni parasysh edhe patjetër, shumë faleminderit. Sot e gjithë Këshilli u njoh me kërkesën tënde dhe ne do të bëjmë përsëri kërkesë bordit kullimit për përfaqësim në mbledhjen e ardhshme. Edhe drejtuesi i bashkisë, agjencia kullimit dhe vaditjes, të dy, për dy kërkesa kam bërë. Faleminderit. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike muaj dhjetor 2025. A keni nevojë? Po. Atëherë, faleminderit kryetare. Unë kisha një falënderim për drejtorin e ndihmës ekonomike edhe të përkrahjes sociale, sepse edhe ky si Diogjeni duket se do largohet, do dalin pension. Diogjeni s'do dalë pension. Dhe falenderoj, jo, do largohet në pension të dali për e nesh. Fiks, po u largu del në pension. Në gjithë se më vjen keq se kisha dëshirë ta kisha këtu, gjithë se sinqerisht e falenderoj sepse
na ka shërbye si të majtëve, si të djatëve, nuk e ka pa këtë pjesë. Nuk ka lidhje. Pra na ka hap dera, nuk e ka pa këtë pjesë, e duhet ta falenderojmë se. Majtët djatë. E dyta, gjithashtu edhe në kryetari, po ashtu na ka, mu për vetin, ma ka hap derën. Mirë po, Duket si e të rarë. Gjithsesi, faleminderit për falenderimet, tashti kemi ndihmën ekonomike. Tashti kemi ndihmën ekonomike. E dyta, unë si antar këshilli, edhe gjithë kolegët, jemi sjellur për të shërbyer qytetarëve. Pra për ta ngritur zarin për çdo problem që kanë ata. Për rrugë, për ujë, për drita, për përgaje, e gjitha. Mirë po, ne na thoni se keni drejt të kërkoni, keni drejt të sugjeroni, Po se fedin. po kur vjen puna, se di a kena drejt të sulmohemi. Ky është problemi. Tashi, unë në foltorën e PD-s, mora pjesë. Ose fedin, është ndihma ekonomike mërboria, po të lutem mund tani. Deri momentin që falenderoj drejtorin e ndihmës ekonomike, ishim brenda rendit ditës. Tash të lutem. Jam antar këshilli, të lutem. Ti si i djallë thonë përmend foltore, unë i bjeqë me përmend një gjë tjetër. Është normale kjo. Por është kolegët e mi, nuk jam të thënë se kolegët i përshnes, si të majtë si djathë, për mu janë shumë korrekt, por të marrin telefon njerëz edhe të mbajnë presion, mu si antar këshilli, më ka marrë iksim në telefon edhe më ka thënë të lutem, edhe më ka thënë bravo qoftë se vetin liga tha. Ja bane gropën vetës më tha. Ose vedin, është pjesë e jotja mbjen keq. Ka me i lidhë, ka me i gjë. Jo, është pjesë e jotja personale, nuk të gjenë sërë me të. Ose vedin, po të Si lutëm pa të ashti. presion muti, në një kohë që A unë ka me gjë në lidhje me ndihmën ekonomike? E hedhim votim. Për ndihmën ekonomike. Kundër. Miratohet. Projekt vendim për miratim një ndryshimi, pika 2. Projekt vendim... Pa merak se është të hik, pa merak. Projekt vendim për miratimin e ndryshimin VKB numër 50, datë 19/12/2025 për miratimin e pagës punojësve të Bashkisë Kurbin, njësive administrative dhe institucioneve në varësi për vitin 2025. Jurgena. Okej. Atëherë përshëndetje gjithëve, Drejtoria Burimeve. Afro të... Atëherë Drejtoria Burimeve. Drejtoria Burimeve Njerëzore bën një propozim për miratimin e pagës minimale bazuar te vendimi i Këshillit Ministrave 776 datë 19/12/2025, ku paga minimale në shkallë vendi ndryshon edhe bëhet 50.000. Ju kam paraqit një kopje të projekt vendimit edhe të relacionit, edhe jemi detyruar për të zbatuar vendimin e Këshillit Ministrave për ndryshimin e pagës minimale. Pyetje, është në gjithë Shqipërinë, është thjesht procedurë. Kush është dakord? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e përcaktimit destinacionit të përdorimit të fondit, grandi i bazuar në performancën e vitit 2025 për Bashkinë Kurbin. Kush është? Si? Për përdorimin e fondit të grandit performancës. Kanë marrë grant për performancën Bashkia Kurbin. Ja se ta shpjegoj Po Rakja. normal, kena performu. Atëherë përshëndetje, në bazë të aplikimeve që janë bërë nga Bashkia Kurbin për projekte në Agjencinë e Menaxhimit të Buxhetit Vendor,
Bashkia ka përfituar një grant bazuar në performancë për vitin 2025. Granti është me vlerën 5.828.911 lek. Ky grant do të përcaktohet destinacioni i përdorimit të tij. Pra, ky grant do përdoret për të gjitha llojet e shpenzimeve, duke përjashtuar pagat dhe sigurime shoqërore në bazë të udhëzimit të Ministrisë Financave. Në bazë të konsultimeve që kemi bërë si grup pune për menaxhimin e buxhetit vendor, kemi përcaktuar që ky grant të shkojë me destinacion mobilimi i qendrës së rinore në Bashkinë Kurbin. Edhe bazë të kërkesave të herpashershme të Komitetit të natyre të rinisë, kemi përcaktuar mobilimin e qendrës rinore me vlerën 5.828.911 lek. Faleminderit. Pyetje. Faleminderit për çfarë u prezantua nga ana e bashkisë. Nuk kam pyetje, është diçka që ka ndodhur, është diçka që është kërkuar në fakt ndër vite kjo qendër rinore. Për fat të mirë, në momentin e duhur dhe në kohën e duhur është fituar nga Agjencia Mbështetjes për Shtetet Vendor ky grant performance nga Bashkia Kurbin. Dhe unë mendoj se nuk ka çfarë diskutohet përveç se të përgëzohet që më në fund ky grant performance në momentin e duhur do përdoret për të plotësuar një nevojë e të rinjve të Bashkisë Kurbin, që është plotësimi dhe mobilimi i qendrës rinore. Besoj se është një ndër gjërat më të mira, edhe meqense po ndodh në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak, ta nisim vitin me një frym të re edhe me diçka shumë të mirë. Kështu besoj se është për të kaluar patjetër. Albert Ndoci. Por sa unë propozoj këtë fond nga performanca që pas ka kështu, ti blihet një familje ose një personi rinor, ti je i ri, sa pak të mos ti je i moshës madhore, që ti blihet një shtëpi. Një familje që ka, domethënë se këtë të jetë pahigjen, ti japim shembullin personal që ti blejmë ty dhe familjeve që ne t'ju japim shpresë që të kthehen në dhe. Edhe i blejmë një familje ose një personi që më ketë dhe persone që janë të ri, janë familje të pamundura, se me kuklla e me ndryshim kemi bërë qef. Nuk ka nevojë një shtëpi, të bim dakord, një familje të përzgjidhur ose nga këshilli ose nga bashkia që ti blejmë një shtëpi. E të japim shembullin personal që të rit i kthejmë në vendin tonë. Faleminderit. Jo një blej kuklla ato lombaca. Faleminderit. Tjetër. Bashkëprenga. Tani lidhëm me sa cilësoj Ragja për grantin e performance, si bashki, në Komision të Ekonomisë analizuam dhe jemi plotësisht dakord për ta vënë funksion të qendrës rinore, duke po edhe bashkitë e tjera sa nësi kanë dhënë, me thonë drejtën vlen që ky grant të vend në funksion të qendrës rinore, edhe besoj se është shumë eficient. Si Komision të Ekonomisë jemi unanim dakord. Faleminderit. Ka diskutime tjera? Kjo qendër ku ka vendodhjen qendra rinore? Qendra rinore ka të Pallati i Kulturës. Do të përshtaten 2 ambiente për rinin e Bashkisë Kurbin, me qëllim që atje të zhvillohen aktivitete të ndryshme, bën performanca, të dëgjojnë njëri tjetrin dhe të jenë sa më të pranishëm në komunitet. E edhim votim. Kush është dakord? Kundër? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e kërkesës bashkisë për mbështetje financiare nga Fundi i Emergjencave Civile të një familjeje për dëmet të shkaktuara në rendi pajisje si pasojë e djegjes së banesës në fshatin Gorre, njësi administrative Fushkuqe. Përshëndetje, bëhet fjalë për një rast zjarri që ka ndodhur me datë 27 dhjetor 2025 në orën 9. Është familja e shtetasit Luiq Vuksani për shkaqe të shkëndijës elektrike, si shprehet ekspertiza fillestare, ka shkaktuar zjarrin edhe dëmtime të konsiderueshme në banesën e tij.
është një familje me goxha antar, rreth 11 antar, domet kanë qenë konsiderueshme, por në mbështetje të VKM-s 329 ne përballojmë vetëm 50% vlerës domit. 11 antar. Dokumentacioni Dokumentacioni tekniko-ligjor është në rregull, vlera Ka pyetje, po. Po, ka unë pyetje. Më falë Anton, Edmondi, pastaj ti. Duke falenderuar Zotin që familja Vuksani nuk ka patur dëmën njerëz, falenderojmë edhe komisionin që kanë konstatuar dëmet materiale në banesën e familjes Vuksani, por desha t'ju kujtoj se keni edhe minimalisht edhe 2 raste të ngjashme, njërin Fushmamurrës, tjetrin Sanxhak. Nuk kemi asnjë indicë, realisht fillon procedura VKM-s 329 fillon me kërkesën e familjes dëmtuar. Po një kërkesë keni, mund t'i ktheni përgjigje nëse nuk i tako, për efekt jam i çik konflikt interesi, nuk e bëj emrin, mund ta di shumë mirë se për kë bëhet fjalë. Dhe rasti i Sanxhakut, nëse nuk e ka bërë kërkesën, do të orientoj sot që të bëjë kërkesë të përsëritur. Për Sanxhakun, unë komunikoj gjithmonë me Paulinë e zjarfiksës, në momentin që ka rënë zjarri është deklaruar që ajo banesë është e braktisur. Nuk e di sa është e vërtetë. Nëse ishte e braktisur, nga mori flak, si mori flak. Një ndacak, po pra, një ndacak gjatë dimrit, sezon stre provizore aty dhe ngrohej thosë. Jo më është familjar i rregullt ai që ndacaku. Po më falë tani, unë nuk e di, që unë thash, në të një indicje, si që zotëria e fillon procedurën me kërkesën, e marrë përsipër, do të sjellon, nëse të quhen ndacak, do të sjellon për dore, nuk është ndacak, po është familjar i rregullt, babai 2 fëmijëve, gjyshi i disa nipërve dhe mbesave. Gjithsesi do ta sjellon, po s'ka më ta kishte sjell bile më herë, nuk e ka për procedurë, por nëse shefi i zjarfiksëve që ndodhet i pari në vendngjarje, më reklamon dhe më deklaron në moment që kjo banesë ishte abandonuar, unë nuk kam se do ta sjellon rastin e Sanxhakut, do ta sjellon për së dytë. Rregull. Faleminderit. Rastin e parë për efekt. I çik konflikt interesesh është si punë familjare jemi. Jo më nuk ka lidhje fare. Edhe minimalisht ktheni përgjigje qytetarit. Sigurisht që po. Vetëm pakangjisë edhe dokumentacioni dhe pronësisë mbi objekt. Dokumentacioni përveç kërkesës dhe fotografit s'ka çat cilë tjetër. Rastin e parë keni, ata që thash është tip familjari, edhe nuk e bëj emrin, për efekt konflikt interesi. Rasti i dytë do ta sjellun për së dytë, edhe do ta shohim për rastin e dytë. Faleminderit. Është e qartë. Asnjë problem. Tu kanë ardhur edhe raste të tjera të ngjashme, po pse nuk është i shoqëruar me dokumentacion me pamje ky relacion? Pamjen e dëmeve. Edhe herë? Se s'ka foto. Se s'ka foto. Praktika e plot, originalja i ka të gjitha foto. Tash për efekt fotokopjes edhe normalisht që ka dhe volum, realisht. Po fotot janë, mund vini të shikoni sa herë doli, ato janë të hedhura edhe në CD, edhe në disk, edhe në gjitha. Herën tjetër, ndoshta ke fusim edhe fotot, s'ka një problem. Po ta shohë dokumentacionin. A jeti në votim? Kush është dakord? Kush është kundër? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë subvencionin e qeras për vitin 2026. Para se fillojmë këtë, pasi është dorëzuar dokumentacioni te këshilltar, kemi 3 familje që kanë pru plotësimin e dokumentacionit. Para se ajëm votim thash ta shqyrtojmë para, ati pranojmë apo mos i pranojmë, domethënë për arsye që më që kanë plotësuar dosjen si familjar për punën e bonus qeras. Janë 3 familje, Gjelina Kaci, Drita Ruqi dhe Kujtim Alushi. Mas e kam shpërndarë dokumentacionin të këshilltar, mbas shpërndarës dokumentacionit, këto kanë plotësu
dokumentin, atë dosjen në vonë e zona. Dhe është ata diskutojmë me ju që a mund t'i shtojmë ose a diskualifikojmë sepse i kanë pru qik në vonë. Jo. Kush është dakord që të shtohen 3 familje në listë? Po të shtohen dhe këto dhe të shtohen të gjithë ato qytetarë Kurbinit që nuk marrin bonusin e SHA-s për 3 vite. Okej. Tashti këto 3 shtohen? Po jo, po të pa ato që ju ka taku me ligje, me zakone, me gjitha, pse si fukni? O zoti këshilltar. Po shërta. Nuk është me miratim. Është me miratim ja. Ato që kanë bërë aplikime për bonus SHA-ja, nuk ka lidhje me ato. Ato kanë pa marrë, kanë përfituar dhe ju si e jepni. Pas drejtën e thirrjes së aplikimit gjithë qytetarët e Kurbinit. Ke fut 100 familje, ose ato që kanë janë pa shtëpi, pa stresot, ose këto unë jam plus i takuar, jo vetëm tyne, to jepi gjithë se e meritoj. Zoti këshilltar, Jo ti lish njerëz pa persona që tunën nga tërmjet. Po nuk është drejtë. Po ku nuk rihen ato, unë ja fos kot kur s'në mirë ato vetë marr ju nxjerr për zverku për jashtë. Kryetare me leje mund ta sqaroj pak se ndoshta është interpretimi nuk është i saktë për këshilltarët. Këto familje nuk janë familje që trajtohen nga Bashkia Kurbin me bonus qiraje. Është Ministria e Ekonomisë që nxjerr thirrjen për tu trajtuar me bonus qiraje apo disa programe që trajtohen nga Ministria e Ekonomisë. Çdo qytetar i lind të drejta që është i pastret të plotësojë dokumentacionin dhe të aplikojë nëpërmjet e-Albanias për të bërë pjesë e kësaj thirrje nga Ministria e Ekonomisë. Këto familje këtu kanë plotësuar dokumentacionin e rregullt për të bërë pjesë e thirrjes. Në thirrje mund të fitohet, mund të mos fitohet nga Bashkia Kurbin ky program. Pra këta nuk është se sot përfitojnë bonusin qiras, i miratojmë dhe marrin bonusin qiras. Ne miratojmë familjet që kanë plotësuar dokumentacionin e sakt për t'ia paraqitur Ministrisë së Ekonomisë. Ndër këto janë numri i familjeve në total janë 96. Pas dokumentacionit që është dorëzuar Këshillit 5 ditë përpara për mbledhjen e Këshillit, ne ja kemi pranuar, siç thot Dolfi, edhe 3 familjeve të tjera se për një mungesë apo lëvizje jashtë të tjerë mund të kanë qelluar dhe janë pranuar. Ne s'kemi pse nuk ja pranojmë, por nga ky moment, nga ky vendim i Këshillit, nuk pranohen më aplikime sepse vendimi i Këshillit i dërgohet Ministrisë së Ekonomisë në thirrjen që ka hapur. Do ta fitojmë këtë thirrje që të marrim bonus qiraje për 100 familje? Këtë nuk dim t'ja u themi. Nëse do fitohet, do vim në Këshill dhe të bëjmë me dije. Vjetë kemi marrë për rreth 70 familje, pra na ka subvencionu shteti për 70 familje, plus bonuset e qirave që japim me fondet e bashkisë. Këto kanë dokumentacionin e rregullt, është aplikim online, aplikon vetë personi në e-Albania, dorëzohet, shkarkohet i gjithë dokumentacioni që është plotësuar online, depozitohet pranë zyrës shërbimeve, ka një komision me urdhër të kryetarit të ngritur që verifikon dosjet për gjithë pikat që jep ligji dhe i përcillen për të fituar një grant nga Ministria e Ekonomisë për t'i trajtuar këto 100 familje me bonus qira. A do ta fitojmë këtë grant? Unë shpresoj fort që do ta fitojmë, se dokumentacionin e kemi të rregullt, me që edhe vjetë. Shpresoj fort se na vjen një plot fondi, por mundet që nga fitimi, thot Ministria Bashkisë Kurbin, i realokoj ndoshta për 50 familje, jo për 100 që kanë plotësuar dokumentacionin, dhe aty ka kritere mbas pikave, janë prap kriteret e miratume edhe në Këshill, mbas ligjit, që kalohet edhe një herë për të bërë me dije Këshillin. Pra nuk janë që këto ne i trajtojmë me bonus qira, i miratojmë sot dhe automatikisht bëhen përfitues bonus qiras. Janë përfitues që vim në Këshill për plotësimin e dokumentacionit për aplikimin në Ministrinë e Ekonomisë. Përse atëherë zonja kryetare? Nëse do jemi për bonus qiraje me fondet e Bashkisë Kurbin, hajde ta diskutojmë, ne kemi disa familje që i trajtojmë prej shumë vitesh me bonus qiraje, nëse këshilltarët kanë dinë edhe nga terreni dhe nga komuniteti që kemi familje që duhet patjetër të trajtohet me një bonus qiraje,
hajde ta miratojmë nga buxhetet tona me bonus qeraje, por e pamundur që të themi, ju lutem shumë e pamundur, këtu në këtë thirrje patjetër kanë aplikuar edhe ata që kanë qenë pjesë e rindërtimit dhe nuk janë pajisur me shtëpi, vazhdojnë të jenë me qera, por e pamundur me buxhetin bashkisë ne të japim qeran edhe për këtë shumicë familjes që ne për pak ditë do të strehojmë edhe 200 familjet e parafabrikatët, jemi drejt përfundimit edhe të zonës 1-2 për t'i strehuar dhe pastaj kemi vetëm një pjesë të vogël që ngelen nga rindërtimi, kryesisht shtëpi private. Pra me pjesën e apartamenteve ne jemi drejt përfundimit, por me buxhetin e bashkisë e pamundur që të trajtohen të gjitha familjet nga procesi i rindërtimit me bonus qeraje, sepse bonusi ka qenë program qeveritar, është ndërprer në prill të 2023-shit, atjetër ne shumë familje i kemi qenë pranë dhe i kemi ato që kanë pas më nevojën më të madhe për strehim, ne i kemi trajtuar nga buxheti i bashkisë. Shpresoj që të fitojmë edhe këtë grant, të kemi edhe 100 familje që për një vit i japim bonusin e qeras, edhe me buxhetin e bashkisë kemi prap familje që i trajtojmë me bonus, apo dhe me ndihma financiare, shpesh herë në këshill dhe ju jeni tashmë koshient që ne i kemi kaluar në vendim këshilli. Lauren, po. Faleminderit kryetare, si fillim ne asnjëherë nuk kena qenë kundra në moment që na keni sjell diçka jashtë rendit ditës ose s'na keni sjell në dokumentacion. Unë thjesht do të krahasoj pjesën paktën që jemi opozitë kur kemi dashur të fusim diçka rendit ose diçka që zbat fjalë që na i keni pranuar, domethënë duke nuk është jashtë rendit ditës kjo që po flas. Po e lidh me këtë, sepse po na vin disa familje për mi foto dhe ne po i pranojmë. Pra kur kemi dash ne si opozit, po e lidh, po. Kur kemi dash si opozit ne për me fut diçka, duke i plotësuar dhe të gjitha dokumentacionet ligjore, po them se s'na i keni pranuar hiç. E dyta, që është kjo për mi lanë përgjithësinë ministrive për katëse, jo po e jep fondin kjo, jo po e sjell fondin kjo, nuk janë barabartë të gjithë, ose sa kërkesa keni bë për ato që nuk e marrin bonusin e qeras për 3 vjet ministrisë, jo për t'ju thënë që i kemi këto banor pa bonus qerare, që kur i premtoni e merrni si merit, që thoni do ju japim bonusin qeras e kështu. Mund dalësh me thonë tash, a mundesh më bë mediatike për me thonë që e ka fajin qeveria ose ministria që nuk e ka sjell bonusin e qeras në moment që thonë nuk e kena buxhetin për mi mbulu? Për nderuar këshilltar, secili që trajtohet me bonus qeraje ka një ligj të përcaktuar dhe një vendim qeverie që jep kriteret dhe duhet plotësoj dokumentacionin ligjor që trajtohet me këtë bonus qeraje. Ne nuk mund dalim gjejmë emra as në sajt të partive politike. Ne e kemi thirrjen të lutem të dëgjova dhe ne kemi shpalljen në faqen zyrtare të bashkisë, ashtu siç e jep ligji, edhe njoftim këshilltarëve për nga që jeni në komunitet shpesh, e kemi thënë në mbledhjet përpara që ju lutem njoftoni që të aplikojnë. Për këtë dhe secili që plotëson dokumentacionin, patjetër ti mund të jesh i pastrep, po plotëson edhe të ardhurat. Dhe ti nuk trajtohesh me bonus qeraje nëse plotëson nëse ke të ardhurat. Nuk jo t'ju përgjigj. Ka një sër kriterësh që ti trajtohesh me bonus qeraje. Jo vetëm se duhet ta themi ne emrin edhe ta trajtojmë me bonus qeraje. Pyetja ime ishte ndryshe. Unë nuk pyeta kush ka plotësu dokumentacionin e të gjithë dhe këtu ne nuk i dim, këtu në këtë projekt vendim ne nuk dim përkatësim politike të asnjërit nga 100 banorë që janë këtu. Ne dim që këto kanë plotësu dokumentacionin ligjor. Ose ke flet pa marrën. Nuk kishte lidhje fare me këtë gjë. Unë bana pyetje tjetër. Pyetja ishte pse kryetara shumë e gatshme të lejë përgjegjësi ministrisë kur nuk i pëlqen domethënë. Ose mund të na japësh një përgjigje për ato që nuk marrin bonusin e qeras për 3 vjet. Çfarë lloj përgjegjësie keti? Përveç se Milan përgjegjësinë ministrisë të qeverisë qendrore. Për çfarë përgjegjësie? Për çfarë përgjegjësie? Ministrisë që unë kam këto banor pa bonus qerare. Po flet për procesin e rindërtimit?
edhe rindërtim. Po patjetër çdo vit kemi bërë kërkesa për të marrë për të përfituar grant për trajtimin me bonus qiraje nga thirrje që nxjerr qeveria. Por i është bërë kërkesa për gjithë ato që plotësojnë dokumentacionin, edhe një herë nderuar këshilltar. Në ligj janë të përcaktuar qartë kush bëhet përfitues i një bonus qiraje. Duhet ka kriteret të përcaktuara në ligj se si e përfiton bonusin e qiras. Nëse ti po flet për procesin e rindërtimit, është tjetër histori. Nëse ti po flet për bonus qiraje se si bëhet përfitues, e ka të përcaktuara qartë kriteret, i ketë miratuar edhe në vendim këshilli kriteret se si trajtohen me bonus qiraje. Dhe kush e përfiton. Atëherë, mendoj të ecim Pa tjetër kur bjen kape pas 3 ndër vite me qindra, por jo të gjithë të plotësoj kushtet. Me pikën që po diskutojmë. Po nuk i bëhet kërkesë qeverisë që ne kemi 1000 familje për bonus qiraje që i kemi të pas 3, sepse ka kritere që t'i bësh kërkesën. Pra, këtu nuk janë vetëm 100 aplikime, këtu kanë qenë me 10 aplikime, po 100 familje kanë plotësuar dokumentacionin, se të tjerët kanë të ardhur, punojnë në privat, punojnë në shtet, dhe nëse plotëson kuotën e të ardhurve nuk bësh përfitues. Pra ka kritere se si përzgjidhen. Ato që kanë bërë dokumentat janë përzgjedhur për t'i bërë kërkese. Jo, unë mendoj se pyetja e antarit këshillit ishte që lidhe me procesin e rindërtimit, që pse është stopu dhe kush është përgjegjësia dhe çfarë keni bërë ju, Laurin, që procesi i rindërtimit. Por domethënë kjo është nga ana ime, nuk është në lidhje, është thjesht një mendimi imi që më vështirë se ka bashkia që i ka nder ata njerëz që ka fillu, ju ka dhanë qira apo i ka subvencionu dhe ata njerëz vinë edhe e kërkojnë, nuk besoj se e ka kërkush. Edhe do ishte domethënë komplet e nevojshme për bashkinë që ata, unë jam e bindur që gjithë kjo administrat më mirë mbaron të atë proces rindërtimi, domethënë mbaron të ato njerëz derisa ti çote, derisa të fundit ti dorëzote Çelsin, se sa jo thirrja, jo kjo. Këto janë gjëra të tjera. Procesi i rindërtimit është stopu fundi, me sa kam ndjeni unë, dhe aty është stopu për gjithë Shqipërinë, apo jo, kryetare? Atëherë, në lidhje me është Sefedinit, lutem pastaj ti. Në lidhje, ju lutem mos dilni nga rendi ditës. Po, zënja kryetare, faleminderit. Atëherë këtu janë 96 familja. Po, edhe 3 shtum, 99. Edhe 3 shtum. Pa i shtum, pra ishin këtu. Do me thonë ato 3 janë surprizë. Ato surprizës. 96. 96 apo 99? 96 ose vetë. 96. Pra mërëna këtyne 96-ve, 3 janë përzjedhur, janë fitus. Të lutëm, mani pak që si, a ka mësi? 3 familje e kanë plëcu ma mirë se tjerit. Ose Fedin. Kanë sjellë me vonesë, më falë. Atëre, i sekund, atëre, këto 96 familje janë fitus, do t'i miratojmë gjitha. A do i kalojnë? Do i miratojmë, për të në sigurëm se... Nëse këto 96 familje kanë përfitu. Po përzjedh, pra, i kanë... Se Fedini, pra. I kanë përzjedh dhe e Ase, parova. Nëse, gjithsesi... Po si fitu se nuk ne keni prunë këtë. Se unë di familje si janë cop-cop, pa shpi, paguajnë qira. Unë jam në imbledhe këshirë. Edhe zotnia nuk ka letra shpije, edhe e shkreti ka ngel, nuk mund aplikojnë dot. Tani, i sekund. Atëhere,
kërkoj për transparencë, kërkoj për transparencë, në respekt të atyne që kanë ardhur për i vështërsive, për i malsive, pavarësisht atyne, për transparencë, dua informacion atje që s'na jep një si njeri ju, sa të ardhun janë, se kam informacion që edhe shtëpia hyrje kanë marrë, ja ban qitë, kurse kurbinasit që janë kurbinas, mos e luj kokën, se ti nga mjerdita je, se nuk jenë ka kurbini, se po t'jesh ka kurbini, i kishe shtru ato rrugët e kurbinit ti, ato fshatrat. A t'lutem të ashtë, t'lutem, vazhdo Albert. Po të djetë, ja vëdëm një Regull, më thonë, për këta që... se miloti kurbinas është, shullasi kurbinas është, t'lutem. si ke rrugët atje. Albert. A, dret, mos... Nuk do të kaloj për kemë nëse ke zotrit, jo vetëm ti, për çdo këshilltar. Zgjidhjen e rastit. Drejtoju mos të dhimbset. Ore, kam apo ka i vjetë gjysë për përgjigje unë. Zotri, drejtoju nuk t'jap përgjigje për një gjë që nuk është e vërtetë. Nëse ti ke dyshime, drejtoju organeve kompetente, zotni. Për llafe këtu nga llafe mu nga rruga ju zotri, mbaju rendit ditës të përgjigjem deri në pikën e fundit. Për të tjerat, me mu jo dhe nuk më drejtohesh do ti. E po ti, qa jeti? Nuk më drejtohesh ti do. Qa jeti? Si as nga jam, do ti është nuk më drejtohesh fare as. Stop. Qytetarve dhe për zbatuar ligjin, për sa kohë të jem në drejtimin e bashkisë Kurbin. Tash ti stop. Për ju edhe për gjithë. Na falë. Po nuk është fare normale që këto bisedat bëhen në këshill bashkiak, do me thënë është të turpshme. Qa ke gjë personale, këtu zoti se se mirë, këtu nuk... Përfitojnë bonus qëra nga presidenti i rindërtimit, nuk i dhatë në i zgjidhe, se në fakt edhe nuk e keni në dorë. Jo propozoj kështu misisht, shoqërisht, që ta bëjnë një mundim me datën 10 shkurt, dhe në Tiranë, ta bëjnë një mundim, se nuk do t'i gjoj në i diçka, që për shqarë patricisht që ka ndonë gjatë këtyre viteve, gjatë kësaj kohë, Qa është 10 shkurti? Qa është 10 shkurti? Qa kanë 10 shkurti? Kryetare, është jasë ju vjetë zërë burë. Kryetare, e po të vjetë zërë gjona politike. Si atë jo së propozohet si gjona. Ta krejtë për dilte Facebooku jotë. Sepse ju nuk jeti ju nuk i maroni pun si një familje. Levjen e këshillit gjithë me bë politikë të Shqipërinë bashkë me mjetet personale që kemë pozicion. Dhe nuk mund ta marrë bashkë popull me këtë regjim. Tash, do me pash preka. Jo përse ju regjimi si të tonë. Edhe të bëjë jetë luksoze. Po merë një mikrofon e bile.
Lidhur me sa diskutuam për këtë materialin për listën e familjeve që përfitojnë subvencion për vitin 2026, kjo nuk është listë e finalizuar që do ta zbatojë bashkia. Kjo është një projekt që do shkojë në Ministrinë e Përkatëse dhe Ministria e Përkatëse do ta fusë në filtra e vetë, kjo nuk është thosë këto familje do përfitojnë. Kjo është një projekt. Vendim e merr Ministria, nuk e kemi ne në dorë. Tani për kushte që tjetë qytetar, na diskutuam në Komisionin e Ekonomisë, kush ka ndonjë problem, ndonjë paqartësi për një dosje, pse është filani dhe pse nuk është filani, mundemi gjithë me thonë me emra. Pse është filani dhe nuk është filani. Dhe administrata jep përgjigjen. Pse është ky dhe pse nuk është ky. Por kjo pjesa tjetër nuk është se është projekt i finalizuar. Është projekt kjo një listë preventivuese. Vendimin e merr qeveria se kujt takon, kujt takon. Ministria e Përkatëse. E jetim votim. Është e drejta kush është dakord? Kush është kundër? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e raportit vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhura e vetat Bashkisë Kurbin për vitet 2027-2029. Rinaldo që e keme orar me caktim të kufizuar. Përshëndetje të gjithëve, si çdo vit edhe si vjet, paraqesim projektin për parashikimin afatmesëm të të ardhura që do vjel bashkia për 3 vitet e ardhshme, vitet 2027-2029. Është një projekt rutin që bazohet në ligjet aktuale, në udhëzimet e Ministrisë Financës dhe në vendimin për paketën fiskale të vitit 2026. Projekti është hartuar duke mbështetur në kapacitetin fiskal që ka bashkia, pra si që janë taksa paguesit biznese, familje, institucione e më gjërë. Janë 4 shtylla kryesore që bëjnë parashikimin e të ardhura në këtë projekt. Janë taksat vendore, taksat e ndara, tarifat e shërbimeve, si dhe të tjera taksat që vilen nga bashkia në momentin që kryen shërbimet administrative ndaj çdo qytetari. Theksojmë se ky është një projekt parashikues, nuk është projekt faktik, pasi çdo vit miratohet projekti i të ardhurave për vitin për bashkinë. Ky është një projekt që i paraprin buxhetit afatmesëm dhe në projekt ka çdo gjë të detajuar siç parashikohet në baza ligjore. Nëse keni pyetje, mund t'ju përgjigjemi. Pyetje. Faleminderit. Ne diskutim në i gjë. E jetim votim. Kush është pra? Kush është kundër? Miratohet. Për njohje dhe diskutim, rregulloria e brendshme për përdorimin për caktimin e strukturave, për matjen dhe raportimin e performancës në bashki. Arbër. Nuk është për vendim. Sa është për vendim? E kena fajnë. Nuk ka për kalim. As për votim. Nuk ka, thjesht për njohje. A mund ta nxjerrim mi dhënë pak seriozitet kësaj sallë mendoj? Se edhe mbledhjen e kaluame nuk erë dhe dështojmë mbledhja. Nderuar kryetari i Këshillit, nderuar antar, ne sjellim për informim rregulloren për përcaktimin e strukturave përgjegjëse për matjen dhe raportimin e performancës në bashki. Ne kemi tani 3 vjet që bëjmë raport performance, ju e kemi sjellë dhe për informim edhe këtu te Këshilli, ju e pat që bashkia si rezultati punës që është bërë në raportin e performancës kemi përfituar edhe grantin. Mikrofonin. Pra kemi përfituar. Do me gjuaj. Pra,
Pra kemi përfituar edhe grandin Po ta ngjejmë pra se duhet. si rezultati punës së tani. Çfarë ka të bëjë me performancën? Performanca është njësi matës, është tregues matës. Është tregues i cili matet gjatë punës dhe aktivitetit bashkisë. Për shembull, nëse projekti ka qenë për të mbuluar zajma, po marr një krahasim, 12 fshatra me shërbim për mbetje, nëse vitin 2025 kemi patër 12, vitin 2026 e bëjmë 11, do të thotë që performanca ka qenë e dobët dhe kemi shku në regres. Nëse e çojmë një më shumë, do të thotë që jemi më mirë. Në këtë rregullore ne kemi materialja ka qenë dosje, të gjithë e kam pas mundësi me lexu materialin thjesht për kulturë. Në qoftë se ka për pyetje le të bëjmë tani me fiktori këtu, të lexojmë se di gjithë çfarë është performanca. Atëherë, okej, dakor. Pyetje. Dakor. Pyetje. Kush ka pyetje? Kush ka pyetje të flasi? Më falë pash. Tani lidhur me treguesit e performancë, sugjerim. Si këshilltar bashkie, ju lutem shumë administratorët të kthej përgjigjit qytetarëve. Në qoftë se një kërkesë është për të Tërheqja e ligjit të policit. Të gjitha është i femën. As ka me bëj prapë, se më vetëm. Një sekond, avokati dal vetën kryetar.